Një debat rësisht i panevojshëm rreth dashurisë për Kadaren. Kam ndjekur këto ditë ceremonitë që kanë shënuar 90 vjetorin e shkrimtarit Ismail Kadare, mes tyre edhe ceremoninë për përurimin e shtatores të Kadares, në oborrin e kafenes ku ai kalonte shumë kohë, Juvenilja. Lexova një shkrim të botuesit të Kadares, Bujar Hudhëri, fjalët që nuk i thash dot në ceremoni, në të cilin ai me një paragraf shprehet disaprovimin e tij që ceremoninë e kishte drejtuar një mik i njohur, mik i familjes. Bëhet fjalë për drejtorin e shërbimit të urgjencës mjekësore, doktor Skënder Brataj, një lloj qevmbetjeje, që mund të jetë njerëzore kjo e bujarit, po të kesh parasysh miqësinë e tij 30 vjeçare me Kadaren, për miqtë e familjes nuk e zgjedh askush tjetër, as bujari. Megjithatë, reagimi i doktor Brataj pas këtyre fjalëve mund të konsiderohet i habitshëm. Duke gati një sebeb për të zbrazur barkun nga një mëllef, ai e quante Bujar Hudhërin hipokrit, me disa fytyra. Njëri i vogël, mjeran, njëri që e shikon Kadaren si pronë, botues që kishte vetëm interesa ekonomike te Kadarea, njeriu që nuk lejonte askënd t'i afrohej Kadares tek Juvenilja, nuk i di arsyet e vërteta të kësaj armiqësie, por vetëm me dashurinë për Kadaren, këto nuk justifikohen e të tjerë. Ndërkohë një reagim ka ardhur edhe nga Skënder Brataj, edhe pse nuk jam mik i juaj, nuk mund të jeni një anshëm në vlerësimet e shkrimit tim. E lexova me vëmendje shkrimin tuaj. Do të doja që ky debat të mos ekzistonte fare, sepse Ismail Kadare nuk meriton të zhndërrohet në arsye për përplasje personale, etiketime apo lexime të shtrembëruara të qëllimeve. Dua të them më qartë që në fillim, unë nuk e kam mohuar kurrë rolin e Bujar Hudhërit në jetën dhe veprën e Kadares. Askush me minimumin dëshmërie intelektuale nuk mund ta bëjë këtë. Marrëdhënia e tyre ishte gjatë, komplekse, njerëzore dhe profesionale, dhe ajo i përket historisë së letërsisë shqipe, jo debateve ditore. Por dua të kujtoj se Kadare nuk u zbulua nga shtëpia botuese Onufri, nuk u bë famos dhe i njohur nga ky botues vetëm pas viteve 90. Ai ishte afirmuar prej kohësh. Dua të kujtoj se është një fakt i njohur dhe i dokumentuar se Ismail Kadare i botoi të gjitha veprat e tij të famshme, fillimisht në gjuhën shqipe në shtëpinë botuese Naim Frashëri, institucion ky shtetëror, që pavarësisht kufizimeve të forta të kohës, deri në vitin 1990, u bë një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit kulturor në vend. Vepra të tilla që e bën Kadaren të famshëm në botë, si generali i ushtrisë së vdekur, Kështjella, Kronik në gur, Dimri i madh, Prill i thyer dhe në punësi i pallatit të ëndrave. U botuan pikërisht në këtë institucion dhe sot përbëjnë bërthamën e kanonit letrar të autorit, duke konsideruar ndër arritjet më përfaqësuese të letërsisë bashkëkohore shqiptare. Pas botimit nga Naim Frashëri, këto vepra u botuan jashtë vendit, kryesisht në Francë e në vende të tjera. Kadare u nominua për çmimin Nobel në letërsi në fund të viteve 1980, kur regjimi komunist nuk kishte rënë akoma, dhe kur Kadare kishte botues të parë në gjuhën shqipe, shtëpinë botuese Naim Frashëri, Tiranë. Por ky fakt çuditërisht nuk u përmend asnjëherë. Mund të shkruaj edhe vjetra shtëpi botuese sot nëpër botë që botojnë veprat e tij, sepse ka akoma mediokër që thonë se pa Onufrin nuk do të ishte Kadare kaq i njohur. Reagimi im nuk lindi nga xhelozia, as nga dashuria për protagonizëm dhe as nga pretendimi për ndonjë rol që nuk më takon. Ai lindi nga një fjali e panevojshme, e thënë publikisht, që synonte jo një mendim, por delegjitimimin e një akti simbolik dhe të një njeriu që nuk kishte asnjë ambicie tjetër, përveç respektit ndaj një figure kombëtare, siç ishte Kadare, dhe ashtu siç na kujtonte gjithmonë ai. Ti mbronim ata. Ceremonia tek Juvenilja nuk ishte pronë askujt. Ishte një akt qytetar, miqësor dhe simbolik nga miqtë e tij. Në ata miq ku botuesi nuk pranoi të ishte pjesë vetëm se duhej paguar. As unë nuk e kërkova drejtimin e saj, as nuk e imponova veten. Ishte një nderim, jo një sken. Fjalët që përdora në reagimin tim ishin të ashpra, nuk e mohoj, por ato nuk erdhën nga dëshira për të ulur dikë, por nga ndjenja se Kadarea po trajtohej si territor, si kujtesë private, jo si pasuri publike. Dhe këtu është dallimi thelbësor. Ka një vit e gjysmë që Kadare nuk është fizikisht mes nesh, por botuesi dhe ju gazetarët nuk bët as përçapjen më të vogël për t'i dhënë vendin e merituar Kadares. Sigurisht që është detyrë institucionale, prandaj ne e bëjmë këtë veprim që t'i nxisim ato, gjë të cilën të gjithë së bashku mund ta bëni më mirë. Kadare u vendos në tufin, ndërsa ushtarëve turq u bë memorial te liçeni. Nuk meritonte Kadare një vend në krah të vëllezërve Frashëri? Në një vjetorin e vdekjes në një korrik dhe në 90 vjetorin e lindjes nuk meritonte Kadare emrin e një sheshi, të një rruge, të një institucioni? Këto prisje nga ju dhe gazetarë të tjerë, apo profesionet të tjera dhe intelektual shqiptar, zoti Kekia. Ky ishte thelbi i iniciativës tonë.
jo interese të vogla personale, jo si shkrimi juaj analizon këtë si marrëdhënie midis dy personave, jo si ceremonitë e thata tek tuk të bëra këto ditë që ju i paskeni ndjekur, do ishte mirë një analizë mirëfillti pseve të kësaj situate me figurat kombëtare. Ne miqtë e tjerë realizuam qëllimin për të cilën e nisëm, e dham një sinjal të fortë për të treguar se figurat kombëtare në përfaqësojnë dhe duhen mbrojtur. Ne këtë e bëm nëpërmjet shtatores së Kadares të Juvenilja, sa i përket ditëve të fundit të jetës së Kadares dhe urgjencës mjekësore. Askush nuk ka akuzuar personalisht askënd. Dhimbja flet ndonjëherë më fort se racionalja, por kur flitet publikisht për sisteme, pajisje dhe shërbime, fjala nuk mbetet më private, dhe unë kam detyrim profesional të reagoj për institucionin që drejtoj, jo vetëm timen. Kadarea nuk ka nevojë për mbrojtje. Këtu jam plotësisht dakord me ju, por as kujtesa e tij nuk ka nevojë për gardian, për përjashtime apo për hierarki dashurie. Askush nuk e do Kadaren më shumë se tjetri. Dashuria për të nuk matet me vite miqësie, por me dinjitet në mënyrën si e përmendim. Nëse ky debat ka një vlerë të vetme, është kjo. Të na kujtojë se figurat kombëtare nuk duhet të na ndajnë, por të na bashkojnë, dhe se heshtja ndonjëherë është respekt, por her pas here, fjala është përgjegjësi. Me respekt, Doktor Skënder Brataj. Mirë se keni ardhur në këtë eventin e sotëm. Para se të fillojmë, do të zbulojmë shtatoren me skulptorin dhe do t'ia dorëzojmë flamurin së kujtimit zonjës Kadare. Se ka për gjithë. Aceasta, să ajungă pe